Në një nga momentet më të tensionuara brenda shtëpisë, Fjolla e quajti Alben belagjike dhe e akuzoi ashpër duke i thënë: "Ti je tradhtare e kombit." Fjolla e tha këtë me pasion, duke e shprehur ndjenjen e saj të thellë për atë që ajo perceptonte si mungesë besnikërie ndaj komunitetit shqiptar. Fjolla nuk ishte e interesuar për dialog të qetë, fjala e saj mbante peshë emocionale dhe një dimension moral që, sipas saj, nuk mund të anashkaloj. Alba reagoi menjëherë dhe me vendosmëri: "Una nuk jam e huje këtu. Nuk e di për çfarë tradhtie flet, por nuk kam bërë asgjë që ta justifikoj këtë etiketim." Me këtë përgjigje, Alba tregoi se nuk ishte e gatshme të pranonte akuzat pa një bazë konkrete dhe se ndihej e padrejtësuar nga fjala e Fjollës. Ajo theksoi kufitë e saj dhe pozicionin personal, duke i rikthyer bisedës një dimension racional përtej emocionit. Në mes të tensionit, Fjolla e shtyu situatën më tej duke përmendur idenë e një mesazhi ndarës për shqiptarët, një simbolik e fortë brenda lojës që do të duhej të dilte me një zarf të zi. Kjo ishte një mënyrë për të dramatizuar situatën dhe për të shtuar rëndësi në akuzat e saj. Zarfi i zi, në gjuhën e lojës, simbolizonte një gjykim, një vendim ose një paralajmërim që nuk mund të anashkalohej dhe që duhej parë seriozisht nga të gjithë banorët. Ky moment nuk ishte thjesht një debat personal. Ai përfaqësonte tensionet më të thella që lindin kur bindjet, identiteti dhe lojaliteti kombëtar ngrihen brenda një grupi të izoluar si ai i Big Brother. Fjolla dhe Alba nuk ishin vetëm dy banore që kundërshtonin njëra tjetrën, ato ishin dy perspektiva që përplaseshin mbi moralin, besimin dhe mënyrën se si secili përfytyron detyrën ndaj komunitetit. Në fund, ajo që doli nga ky episod ishte një mesazh për rëndësinë e respektit dhe të kuptuarit të kufive. Fjolla tregoi pasion dhe vendosmëri, por mënyra e saj krijoi tension. Alba tregoi qëndrueshmëri dhe aftësi për të mbrojtur pa u ulur në akuzë të panevojshme. Zarf i zimbe.